Veprimet me argument dhe formula e muavrit. Kujtojmë këto teorema. Teorema e parë thot dy numra kompleks janë të barabartë atëherë dhe vetëm atëherë kur kanë të njëjtin modul dhe të njëjtin argument. Argumentin e kemi marrë nga minus pi në pi, do me thënë zeta baraz me zeta primin, sjell që moduli zetës me modulin e zeta primit dhe argumenti zetës me argumentin e zeta prim plus 2k pi. Teorema e dytë thot argumenti i prodhimit është i barabartë me shumën e argumenteve. Argumenti zeta er zeta primit është me argumentin e zetës plus argumentin e zeta primit plus 2k pi. Këja është numër i plot. Ta shfrytëzojmë këtë njohuri në këtë ushtrim. Zeta baraz me 2 kosinus pi mbi 6 plus i sinus pi mbi 6. Zeta primi është 3 kosinus pi mbi 3 plus i sinus pi mbi 3. Gjeni zeta her zeta prim. Zeta her zeta prim shumëzojnë dy modulet 2 her 3 dhe mblidhen argumentet kosinus pi mbi 6 plus pi mbi 3 plus i sinus pi mbi 6 plus pi mbi 3. Baraz me 6 kosinus pi mbi 6 plus pi mbi 3 jep pi mbi 2 plus i sinus pi mbi 2. Zvendësojmë vlerat. 6 kosinusi është 0 plus i sinusi është 1 del 6i. Njëkohësisht, argumenti i 1 mbi zetës është i barabartë me minus argumentin e zetës plus 2k pi, argumenti i zeta prim për mbi zeta, me argumentin e zeta primit minus argumentin e zetës plus 2k pi. Argumenti i zetës në fuqi n është n er argumentin e zetës plus 2k pi, ku këja është numri plot. Për shembull, kemi zeta 1, 4 kosinus 60 grad plus i sinus 60 grad. Zeta 2-shin 3 kosinus 30 grad plus i sinus 30 grad. Gjeni zeta 1 plus zeta 2. Pjestohen modulet dhe argumentet zbriten kosinus 60 grad minus 30 grad plus i sinus 60 grad minus 30 grad. Baraz me 4 të tretat kosinus 30 grad plus i sinus 30 grad. Zvendësojmë 4 të tretat rënje 3 mbi 2 plus i her 1 dyta. I shumëzojmë klapat këtu del 2 rënje 3 mbi 3 plus i 2 të tretat. Pjesa reale 2 rënje 3 mbi 3, 2 me 2 thjeshtohet dhe këtu 2 me 2 2 të tretat. Formula e muavrit le të jetë zeta numri kompleks me modul r dhe me argument teta. Zeta r kosinus teta plus i sinus teta. Atëherë zeta në fuqi n është e barabartë me r në fuqi n kosinus n teta plus i sinus n teta. Zeta është rënje 3 mbi 2 plus i er 1 dyta. Gjeni zeta në fuqi të 14. Zeta në fuqi të 14 do ta kthejmë një herë në formë trigonometrike. Rënje 3 mbi 2 është kosinus pi mbi 6 plus i sinus pi mbi 6 e gjitha në fuqi 14 e barabartë me kosinus 14 pi mbi 6 plus i sinus 14 pi mbi 6. Thjeshtojmë me 2 dhe del 7 pi mbi 3.
kosinus 7 pi mbi 3 plus i sinus 7 pi mbi 3 e barabartë me, kjo shkruhet 2 pi plus pi mbi 3 baras me kosinus 2 pi plus pi mbi 3 3 2 6 dhe 1 7 plus i sinus 2 pi plus pi mbi 3 e barabartë me kosinus pi mbi 3 plus i sinus pi mbi 3 e barabartë me, kjo ishte zeta në fuqi të 14, zeta në fuqi të 14 baras me 1/2 plus r1/3 mbi 2 i. Zeta r1/3 kosinus pi mbi 4 plus i sinus pi mbi 4. Gjeni zeta në katror. Zeta në katror është e barabartë me r1/3 në katror, kjo shumëzon kosinus 2 pi mbi 4 shumëzohet me 2 e ngritëm në katror plus i sinus 2 pi mbi 4. E barabartë me r1/3 në katror jep 3. Kosinus pi mbi 2 plus i sinus pi mbi 2. Kosinusi është 0, sinusi është 1 dhe del 3i. Zeta në katror e barabartë me 3i. Këtu ta plotësojmë, ta kthejmë në formë trigonometrike. Shkruhet r1/2 që shumëzon r1/2 mbi 2 minus i r1/2 mbi 2. r1/2 mbi 2 jep 1. Kjo do ngrihet në fuqi të 6 e barabartë me r1/2 në fuqi të 6, kjo është kendi minus pi të 4 sepse kosinusi është pozitiv, sinusi është negativ, jep kosinus minus pi mbi 4 plus i sinus minus pi mbi 4. E gjitha kjo në fuqi të 6 e barabartë me r1/2 në fuqi të 6, r1/2 të dytë jep 2, në të tretë 8. Kosinus minus 6 pi mbi 4 e ngritëm në fuqi të 6, shumëzohet argumenti 6 pi mbi 4 plus i sinusi i minus 6 pi mbi 4 e ngritëm në fuqi baras me 8. Kosinusi thjeshtojmë me 2 del 3 minus 3 pi mbi 2 me minus kosinusi minus alfës me kosinusin e alfës 3 pi mbi 2. Minusi del përpara, i sinus 3 pi mbi 2 e barabartë me 8. Kosinusi 3 pi mbi 2 është 0, minus sinusi është minus 1, vete plus i, baras me 8i. Zeta është kosinus pi mbi 3 minus i sinus pi mbi 3 r1/3 plus i me i minus 1. Këtu vete minusi të kendi, baras me kosinus minus pi mbi 3 plus i sinus minus pi mbi 3. Do të kthejmë dhe këto të tjerat në trajtën trigonometrike. Shumëzojmë me 2 dhe pjestojmë me 2. r1/3 mbi 2 plus i r1/3 mbi 2. Edhe poshtë minusin e vëm përpara, r1/2 minus r1/2 mbi 2 plus i r1/2 mbi 2. Baras me
Kosinus minus pi mbi 3 plus i sinus minus pi mbi 3. Këtu dyshi me rënjën e dyshit thjeshtohet, ngjelet rënjë e dyshit. Rënjë 300 mbi 2 është kosinusi pi mbi 6. Kosinus pi mbi 6 plus i sinus pi mbi 6 përmbi kosinusi negativ, sinusi pozitiv është në kuadrantin e dytë dhe del kosinus 3 pi mbi 4 plus i sinus 3 pi mbi 4. E barabart rënjën e dyshit e vëm përpara, tani mbledhim, zbresim argumentët. Kosinus minus pi mbi 3 plus pi mbi 6 minus 3 pi mbi 4 plus i sinus minus pi mbi 3 plus pi mbi 4 minus pi mbi 6 plus pi mbi 6 minus 3 pi mbi 4 barabartë me rënjë e dyshit që shumëzon kosinus, emruesi i përbashkët është 12 minus 3 hyn 4 minus pi plus 2 9 edhe 4 13 heqim 2 minus 11 pi mbi 6 plus i sinus minus 11 pi mbi 6. Minusi te kosinusi sepse e kemi funksion çift, baraz me rënjë dyshit, kosinus 11 pi mbi 6 minus i sinus 11 pi mbi 6. Zeta pra përfundimisht doli rënjë dyshit, kosinus 11 pi mbi 6 plus i sinus 11 pi mbi 6. Jepet zeta, gjeni pjesën reale dhe pjesën imagjinare të zetës. Këtu 4 me 4 thjeshtohet zeta baraz me minus 1 minus 1-shi, ne mund ta shkruaj kosinus pi plus i sinus pi përmbi rënjë dyshit, kosinus pi mbi 4 plus i sinus pi mbi 4. Kjo del 1 mbi rënjë dyshit, kosinus pi minus pi mbi 4 del kosinus 3 pi mbi 4 plus i sinus pi minus pi mbi 4 3 pi mbi 4 e barabartë me 1 mbi rënjë dyshit që shumëzon minus rënjë dyshit mbi 2 plus i rënjë dyshit mbi 2. Baraz me shumëzoj me rënjë dyshit minus 1/2 plus i her 1/2. Pjesa reale e zetës është minus 1/2 dhe pjesa imagjinare e zetës është e barabartë me 1/2.